Po edhe brenda vetes, intuita është një proces për punimi për të mbijetuar, pra për të dalluar rrezikun, për të dalluar të mirën nga të keqja, që në fund është që unë të mbijetoj dhe të lëndohem apo të dëmtohem sa më pak. Parimisht edhe në strukturën e trurit nuk është se ka një diferencë ndërmjet mashkullit dhe femrës. Gjinive, po. Ka disa diferencime të vogla, por ato nuk përbëjnë atë lloj ndryshimi që ne kërkojmë ndërmjet një burri apo një gruaje. E rëndësishme është sot neuroshkenca na tregon që më shumë ka diferenca individuale se sa gjinore. Do thotë që çdo tru e ka mundësinë të zhvillohet në gjithë kapacitetin e tij për të dalluar ato çfarë ne themi që jemi dhe parashikuese. Shpesh kjo duket si një aftësi e veçantë, specifike, që parashikon diçka dhe ne mendojmë që kjo gjë duhet kapur sepse kjo na mbron.